që ki kështu gjatë meditimit, ajo ka rona erë me po, dhe me thonë, gjërat të ndryshme në dimensione tjera paralele, për shembull që ja thojmë fetarët, gjendët apo meloqet. A mund të sheh njëri ju? Jo, nuk drejt për drejt jo. Shfaqen imazhe nga më të ndryshmet, por nuk është esenca e meditimit që ti të merresh me interpretimin e atyre ndodhive, imazheve që shfaqen në ekranin e vetëdijes transcendentale. Thjesht meditim do të thotë që ti të jesh një vëzhgues i palëkundshëm i denjë të asaj që ndodh në sistemin tënd. Pra ti vëzhgosh mendimet se si ata vinë nga njëra anë dhe shkojnë nga ana tjetër. Dhe ti e kupton se ti je qielli, le ta themi në nivel metaforik, ndërsa mendimet janë rreth që lëvizin nga një vend në një vend tjetër. Dhe ti e kupton se dhe këtë e preferon e ndoron secili meditues dhe është niveli ku ti kalon të themi në atë dimensionin mjeshtror, ku ti e kupton gjatë meditimit se, wow, unë nuk qenë kam mendimet e mia, po ato ndodhin në mua, unë nuk kam thonë asnjëherë unë jam mendja, kam thonë unë kam mendime, unë kam mendja. Dhe po ashtu në të njëjtën kohë kupton se ti nuk je trupi, po ti banon në një trup. Dhe fillon të japësh pastaj më shumë rëndësi fjalës unë, një nga fjalët më të përdorura në planet dhe fatkeqësisht njëra nga fjalët më të panjohura. Ne themi unë dhe nuk e dim se kush është unë. Ama gjithë këtë falë pa meditu sonte nuk shka, na vetë që se kena full meditimin. Po na jena këtë tërkuar meditimin. Në fond, kam dëshirën e këtu me dollë me disa karrike edhe me meditu, bile shkort, 2 minuta, për shembull. Pse ju, a, mjeshtër? Po, mundet. Jo, ky është mjeshtri. Ne bashkë me profesorin edhe kur kemi folur, ne kemi qenë në gjendje meditative. Unë jam në gjendje meditative, di se edhe profesori. E këtu edhe atje nuk ekziston. Ne jena mbi ato këtu dhe atje. Zdiri shikues të nderuar, ju kumraj që është e sheki edhe te Ramadani sonte. Ta s'kon kom këto. Pyetja për fund para se me meditosh, pyetja fundit është $1 milion, po ju po ja bëj fal. Hajde. Nëse nesër do të vdesni edhe do të ishin fjalët e fundit, çka do të lini njerëzimit? Spari kush mediton, është që ajo që po mediton dhe ajo që din që po mediton që ka trup, ka mendje, ai kur nuk vdes. Nuk ka vdekje, në gjendjen transcendentale je vetëm mundësi potenciale për qenë, për pas dhe për bë çka dushti. Prandaj njerëz që meditojnë e hjekin frigën nga ashtu quajtura vdekje, se ai që din që po vdes kur nuk vdes. Ajo është gjendja e vedisë së lartë. Njerëz që me vedije, me rritimin e vedijes unifikuese ose vedisë Zotit nuk vdesin. Prandaj unë seriozisht po flas, jo seriozisht tërkohën, seriozisht, po për me shpjegu se koncepti, se edhe vdekja, po mos na kishte kërkush gjatë historisë sonë, ose gjatë historisë njerëzore, që ne vdesum, vdekja nuk ekziston sot. Vdekja është problemi mendjes. Na kanë dhurue, ka fillu me fe për të na friguar. Kur e hjekun frigën, vedia lartë nuk frigohet, në momentin transcendental, nëse është një e mirë, ne nuk kemë frikë. Nuk kemë frikë se nuk kemë ato që tha mjeshtri, as të kaluar, as të ardhme. Dhe nëse nuk mendojmë që kena me vdek, ajo është e ardhmja, nuk ekziston. Është koncept mendor, është fjalë, simbol që ne nuk ekzistojmë. E vërteta, ai burimi që jena ardhë ku jemi, nuk vdes. Dhe unë këto e kum përjetu në gjendje meditative dhe më nuk mendoj që vdese. Prapë po thëmë, ajo vedia, nëse qumë vedi, që në religion e qumë shpirt, ajo nuk vdes. Nuk vdes hapësira. Ne i prishum këto mure, ta kom tho, por nuk e kena shkatru hapësiren. Kena mundësi me ndërtu matë madhe, matë vogël, që për thëmë inkarnim, por hapësire nuk e lëndan. Faleminderit, profesor. Mjeshtër, shkurtimisht, ju nëse do të vdesni? Po, nëse do vdesja do thoja, ti që ke ngel pas mua, nuk do të kuptojsh asnjëherë
kush je dhe pse ka ardhur këtu nëse nuk do mësohesh të punosh me veten tënde. Puna me veten nuk delegohet asnjëherë.